Mirëmëngjes të dashur shigjetar, do bëjmë një mesazh për ju dhe mesazhi juaj është 7 të Shkopive. Shikoni me vëmendje, është një letër që flet për mbrojtje. Në këtë imazh figura duket në një pyll të errët, e rrethuar me pishtar apo nga pishtar që digjen si të ishte në qendër të një sulmi ose sprove. Por shikoni si ka aq të hapur, aq të zgjuar dhe aq të vetëdijshëm. Flet për mbrojtje, guxim dhe qëndrim të vendosur përballë presioneve. Në çfarëdo lloj situate që jeni, që ndodheni të dashur shigjetar, mos bëni pas. Dhe çfarë mendoj me këtë? Keni arritur kogja larg, ka njerëz që nuk ju besojnë. Ka njerëz që ju vështrojnë çuditshëm, ka njerëz që mendojnë që jeni në rrugën e gabuar, e gjëra të tilla. Dua të them që nuk po ju motivojnë, nuk po ju ndihmojnë, por përkundrazi, por ju deinkurajojnë. Të dashur shigjetar, 7 të Shkopive ju flet që është koha për të mbrojtur pozicionin tënd, bindjet e tua, ose diçka që ke fituar me mund, apo një arritje deri këtu. Nga që për të arritur deri tek 7 të Shkopive do kogja një punë. Ka njerëz, siç thash, ose forca që mund t'ju sfidojnë, por forca jote qëndron në qëndrueshmërinë dhe vetbesimin tënd. Qëndro sado që e vështirë të jetë, mos lejo të tjerë të të rëmbin apo të bëjnë të dyshosh në veten tënde. Të vetëdijshëm për plagët, por mos lejo që ato të ndalojnë. Je më e fortë se që mendojnë dhe se që besoni ju vetë, të dashur. Është një thirrje për të fokusuar energjinë në mbrojtje, jo në frikë. Pas gjithë asaj që ke kaluar, të dashur shigjetar, tani mos u dorëzoni, nga që keni arritur deri këtu.